SPAK nuk e ka pranuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për të lejuar Erion Veliajin të marrë pjesë në mbledhjen që do të mbahet ditën e premte. Kërkesa ishte firmosur nga 22 antarë socialistë të Këshillit, por edhe antarët demokratë ishin dakord, të cilët theksonin se pjesëmarrja e kryebashkiakut është e drejtë ligjore dhe domosdoshme për çështjet që pritet të diskutohen, përfshirë prezantimin e drafteve, buxhetit dhe raportimeve vjetore. Në dokument thuaj se autoritetet mund të lejonin pjesëmarrjen fizike të Veliajit, ose nëse kjo nuk është e mundur, të paktën të mundësonin lidhjen online me videokonferencë, duke qenë se pjesëmarrja e kryetarit të bashkisë është një drejtë funksionale garantuar me ligj, e nevojshme për prezantimin e drafteve, buxhetit, raportimeve vjetore dhe çështjeve të administrimit të njësisë së vetë qeverisjes vendore. Ju kërkojmë që nëse ndaj tij janë duke u zbatuar masa kufizuese, të vlerësohet lejimi i përkohshëm për pjesëmarrje fizike, ose nëse kjo nuk është e mundur, mundësimi pjesëmarrjes së tij nëpërmjet një modaliteti të përshtatshëm komunikimi, online videokonferencë apo formë tjetër të aprovuar. Këshilli Bashkiak është i gatshëm të bashkëpunojë plotësisht për çdo kërkesë sigurie, protokolli apo logjistike të institucioneve tuaja, me qëllim garantimin e një procesi ligjor, transparent dhe funksional, thuaj ndër të tjera në letrën e Këshillit Bashkiak të Tiranës, drejtuar SPAK-ut dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve. Kjo letër vjen pas ngjarjeve të fundit në Këshill, ku kujtojmë këtu shkarkimin e Veliajit me votën e socialistëve dhe demokratëve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja për Tiranën më 9 nëntor dhe anullimin dhe kthimin mbrapsht të kësaj iniciative me vendimin e gjykatës kushtetuese që mban sërish Veliajin në detyrë. Erion Veliaj ndodhet në paraburgim prej 10 shkurtit dhe që atëherë nuk ka marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak të Tiranës.